Allah i madhëshëm na jep një informat shumë të rëndësishme. Thot me një hadith kutsi, unë nuk ja bashkaj robit tim dy frika e as dy siguri. Ai i cili më friksot mua në këtë botë, do ta siguroj në ditën e llogarisë. Kurse ai i cili më sigurohet në këtë botë, do ta friksoj në ditën e llogarisë. Kjo është me të vërtetë një mësim mjaft i rëndësishëm, se si Zoti jon i lavdishëm na tregon se ai i cili i friksohet Zotit në këtë botë, duke i zbatu urdhrat e Zotit dhe duke u largu ndalesa e tij, atë Allah i madhëshëm do ta sigurojnë botën tjetër. Sa ai në farforme po e fut veten me një burg, një farë lloj kufizimi, nuk vepron çfarëdo që i vjen para dore. Ka ndalesa, ka rregulla, i friksohet Zotit. Botën tjetër Zoti do ta shpërblej dhe do ta siguroj, do ta bëj që të ndihet i sigurt, ditën e llogarisë, ditën kur Allah i madhëshëm të zbret i rrethuar prej rreve, që të gjykojë midis robëve të tij. A ditë do t'i folë Allah secilit pa përkthyes. E ku ka më me rëndësi se sa me qenë i sigurt në atë ditë. Në anën tjetër, ai i cili sigurohet në këtë botë, pra nuk friksohet prej dënimit të Allahut, nuk friksohet prej madhështisë së tij. Ai kur të vjen dita e llogarisë, Allah i madhëshëm do ta friksoj, sepse ai e ka harruar ditë. Ka menduar se pasuria e tij e bën të përjetshëm. Dhe për këtë arsye, Allah i madhëshëm do ta friksoj ata në botën tjetër. Dhe kjo është me të vërtetë një tmerr i madh, që të friksohesh në atë ditë kur me të vërtetë merri asaj dite i kalon çdo kufi që mund ta paramendojmë. Për këtë arsye arabi Allah friksoj Allahut në këtë botë. Friksoj se vallahi nuk ka diçka që disiplinon njeriu më shumë se frika ndaj Zotit. Ke pa kur ju friksohesh tjerëve, vetëm largohesh prej tyre. Kurse Zotit kur ti friksohesh i afrohesh atij. Pra frika ndaj Zotit nën kupton më ju friksu drejtësisë së tij. Njerëzit i friksohen qeverisë e pushtetit, që mos e zbaton drejtësinë e dënimit tyre mbi ta, për ndonjë dënim komunikacion. E si mos t'i friksohemi Zotit për kryerjen e mëkateve, për foljen e fjalëve të këqija e gjërave të kësaj natyre. Andaj le t'i friksohemi Allahun këtë botë që të na siguron në atë ditë kur do ta takojmë atë.